Egli dhe Rozana ndodhen në kuzhinë, ku tensioni mes tyre është rritur ndjeshëm. Egli, me një shikim të ashpër dhe duart e kryqëzuara, e vështron Rozanën me shgënjim. Ajo merr frymë thellë dhe tund kokën, sikur mezi po përmbahet. Rozana, çfarë po ndodh me ty? Deri dje ishe gjithë kohës pas gjestit, e tani, si me magji, je kundër ti? Si ka mundësi që e ke prerë në bes kaq lehtë? I thot Egli me ton të lartë, duke akuzuar hapur për ndryshimin e saj të papritur. Rozana, e cila po lante disa enë, i lëshon menjëherë në lavaman dhe e shikon me nervozizëm. Egli, nuk më intereson se çfarë mendon ti. Unë s'jam pas askujt dhe bëj atë që dua. Gjestin e kam parë mirë tani dhe e kam kuptuar se çfarë lloj njeriu është. Egli afron edhe më shumë, duke tundur kokën me ironi. Ah, po, e kuptove tani, pas kaq kohësh? Deri dje i bëje të gjitha qejfet, i rrije nga pas, e mbroje dhe tani i papritur qen ka njeriu më i keq? Më fal, por kjo duket hipokrizi. Rozana e vendos dorën në bel dhe e shikon drejtë në sy. Po, Egli, e kam kuptuar. Nuk e di pse po të djeg kaq shumë kjo gjë. Ndoshta sepse je mësuar që të tjerët të jenë gjithmonë për gjestit, apo jo? Egli qesh me ironi dhe tund kokën. Jo, më djeg sepse ti nuk je e sinqert. Ti nuk po e sulmon gjestin sepse ke kuptuar diçka të re për të, por sepse tani të leverdis të jesh kundër ti. Ti thjesht ndjek rrjedhën e lojës, Rozana. Rozana e mbledh veten dhe i afrohet. Po edhe si kur ta bëja për lojë, ç'të duhet ty? Nuk të kam borxh asgjë. Nuk jam këtu për të kënaqur as ty, as gjestin. Egli e shikon edhe më e acaruar. Nuk është puna për mua. Është puna që ti je një njeri që ndërosh anë sa herë të leverdis. Sot je me njërin, nesër me tjetrin. Dhe e di çfarë? S'kam më besim tek ti. Banorët e tjerë, të cilët po i dëgjojnë nga dhoma e ndenjes, fillojnë të përshpëritin mes tyre, duke kuptuar që ky debat po bëhet gjithnjë më serioz. Rozana dhe Egli vazhdojnë ta shikojnë njëri tjetrin me inat, duke e bërë të qartë se mes tyre nuk ka më misi.